ku në mos ka funksionu, prokurorie posaçme edhe ishte lajmi mirë që zoti Dumani u pas paku në Kosovë, ose te ambasada britanike pasi përfundoi mandatin në Shqipëri, pra është një shembull i mirë që ka funksionu në Shqipëri edhe do t'ishte mirë një mekanizëm i tillë antikorrupsion. Njerëz të drejtësisë thonë që ne kemi një SPAK vetëm me një emër tjetër, që quhet prokurori speciale, pra është një njëjti mekanizëm. Na mund me janë gjitë emrin, por veprimet e bojnë një mekanizëm nevojshëm ose dëshmu ose jo. Për emra, harroj emrat. Ideja është me pas një autoritet që heton në mënyrë aq profesionale sa e kemi parë SPAK-u në Shqipëri, që pak rëndësi ka kush është kryeministër, pak rëndësi ka kush është ministër, pak rëndësi ka kush është ish kryeministër, kush është ish kryetari partije, çfarë autoriteti ka, çfarë meritash ka në historinë e vendit, sepse si që dini edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha kanë qenë, Meta është në burg, Berisha është ende në... A do të kemë frikë politikanët e Kosovës nëse zoti Dumani bëhet pjesë e sistemit? Besoj që në momentin që kjo do ndodhë të secili politikan, veçmas këta të korruptuar apo jo, edhe jo veç tashmit, po të gjithë pas luftës, ishdo është mos me flajt më shlirë, për shkak që i kem po veprime konkrete, edhe ideja është që nëse një trup e tillë ndërtohet në Kosovë, as arkitektura, as forma e përzgjedhjes, edhe as gjë tjetër s'do duhet t'i lejë në dorë autoritetet vendore edhe për shkak të besimit, edhe për shkak të selektivitetit që kish mujt me u apliku, por me ju lonë për shembull britanikëve, britanikët kanë luajt një kohë rol shumë të rëndësishëm në këto bordet e ndërmarrjeve publike dhe ndoshta një formulë e tillë kish mujt me u apliku deri diku në përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe hetuesve që mund të ishin pjesë një trupe të tillë. Po, partit tjera seriozisht e kanë trajtuar në programet e tyre luftën kundër korrupsionit, sa me seriozitet. Të fushat po premtojnë se do ta luftojnë korrupsionin. Po ty me dhe ata luftojnë korrupsionin si Albin Kurti, kështu. Albin Kurti është shembulli më eklatant, që korrupsioni është i keq kur e bën dikush tjetër, kur e bojnë njerëzit e tij, është korrupsioni i mirë dhe i mbron me çdo mjet. Fatkeqësisht partitë politike në Kosovë në këtë stad dallojnë pak, mirë po nuk e kanë guximin e Albin Kurtit me i ra që shto sheshazi, me imbrojt krejt njerëz të korruptum, edhe me sulmu prokurin dejnë këto përmosa. Nëse na kemi mu shëru si shoqni, edhe si zyrtar publik ku jem cilin do institucion, dhe kemi raportu fatbarësisht tash ka adresa, ka media, ka formatet e tjera, kemi mi pru para një pozicioni, me cilin kemi mi sankcionu qoftë nëpërmjet vote, se këta mërziten veç nëse sankcionojnë me votë. Po se ki raporti i Kurtit me prokurorin nuk është raporti i partive tjera që kanë me prokuror. Për shembull, na kemi pas një kry prokuror që ka pas ndikim shumë të madh, edhe si ka përfundu mandatin, ka dalë në rreshtëpart LDK-s. Mirë se po na përfundojnë nga Prizrenit që se cili ja dim emër e mbi emër. Tash mos bon kishe spojdim për zonë. Parësisht me këtë përfundon ku shkon. Ajo ka zënë çfarë misioni ka pas kur ka qenë aty. U kryen minutat, a e kanë seriozisht parti tjera, se te i tash për vetëvendosin folëm. Sot e mira e gjitha partive që në të garu, është se na mas këtyne zgjedhjeve s'kena qa me ju kërku llogari. As njona për tyne nuk e ka një strategji të luftimit të korrupsionit. Tu fillu edhe vetëvendosja, apo edhe partitë opozitare nuk kanë diçka konkrete në programet e tyne që luftojnë krimin dhe korrupsionin në vend. Kjo nuk do të thotë që... Qka do të thotë? Jo, nuk do të thotë se ti mas zgjedhjeve ti nuk ki qysh me godit ata që ti ke premtu këto edhe nuk i ke bo. Po me gjithatë është obligim ligjor. Obligim ligjor. Veçosja partive tjera në raport me korrupsionin, është falë kuvend. Cili ka qenë qëndrimi daj task forces, edhe cili ka qenë qëndrimi daj vettingut. Që kjo është të regu si ma i mirë për se cilë. Marë fjallën për ndërhynte. Qka është të rëndësishme është mos ndërhyrja në procesin gjyqësor, ose në akuzat,